Kandidatët për deputet në qarkun e Vlorës, të shoqëruar nga duatrokitjet e pjesëmarrësve, intelektualëve të qytetit, të shumë në numër në sallën e Pallatit të Kulturës Llabëria, kanë mbajtur fjalën e tyre përshëndetëse, të ngjitur në podium për fjalën e rastit përpara simpatizantëve të shumt, kandidatët Atir Doxha, Nada Daullia, Alta Aluci, Monika Hasani, Matilda Qyrku, Edmond Fetau, Artan Liçaj, Romario Meminaj, Ridvan Mersini, Skënder Muço, Selaudin Eloj dhe Mario Runaj kanë prezantuar vizionin e tyre, duke shpalosur njëkohësisht programin e Partisë Demokratike. Kandidatët për deputet e kanë vendosur theksin tek ndryshimi që kërkojnë të sjellin për vendin dhe veçanërisht për qytetarët e Vlorës. Në fjalën e tyre kanë një falënderim të përzemërt edhe për Partinë Demokratike për mundësinë që i ka dhënë, teksa i bëjnë thirrje qytetarëve të qarkut Vlorë t'i besojnë me votë për të sjellë tek ta një përfaqësim sa më dinjitoz. Të nderuar qytetarë të Vlorës, të nderuar demokratë, të nderuar simpatizantë të Partisë Demokratike, mbështetës të Partisë Demokratike dhe të Aleancës për Shqipërinë Madhështore, unë ju falenderoj në radhë parë që keni gjetur kohën për të ardhur, edhe të mbushja në këtë sallë tregon se sa meritëm ka filluar kjo fushat dhe se sa entuziast janë demokratët dhe qytetarët e Vlorës për të bërë ndryshimin. I nderuar drejtuesi politik i qarkut Vlorës Zoti Leskaj, të nderuar kolegë kandidat për deputet, të nderuar kryetar të partive aleate, të nderuar ish kryetar, ish deputet të Partisë Demokratike prezent sot në sallë, me nderim dhe përgjegjësi të madhe, ju drejtojmë sot për t'ju falenderuar për pranimin dhe mbështetjen tuaj të palëkundur. Pjesëmarrja juaj këtu tregon qartë se ne demokratë e Vlorës jemi gati për përballjen vendimtare me të keqen. Unë jam Nada Daullia, një vajzë që vjen nga një familje e vjetër vlonjate me tradita dhe histori. Që nga kohë më e vështira të sistemi, ndoshta të zi në sy të gjithë neve, po ndoshta më shumë tepër atyre që kanë hequr në kurizë, nga jo pjesë shumë e vështirë, që po ashtu dhe ne të rinjtë e sotëm dhe unë, të rinjtë e nesër nuk duhem të harojmë, dhe pse ne pasardhësit e familjeve të persekutuara, pavarësisht se sa krenar ndihemi, në të njëjtën kohë nuk mundemi të fshihemi apo të përfitojmë nga vuajtja e të parëve tanë. Por duhet të luftojmë dhe të kontribuojmë për qytetin, komunitetin dhe për vendin, që të kemi dhe ne vendin e merituar në vimësinë e historisë familjare, si përshtatës së denjë të paraardhësve tanë. Minjose pa kufishme ndaj jush, ndaj çdo demokrati të Vlorës, ku ju jeni burim, frymëzimi për qëndresën dhe dinjitetin tuaj në mbështetjen që keni dhënë Partisë Demokratike dhe Vlorës. Të dashur miq, të dashur qytetarë të Vlorës, jemi sot këtu të gjithë përpara jush për të kërkuar besimin tuaj me përulje. Zëri i interesit të qytetarëve të Vlorës dhe të qarkut Vlorë. Por më parë, ne duhet të prezantohemi me veten tonë. Kush jam unë? Kush është roli dhe kontributi im për Vlorën dhe në Vlorë? Çfarë mund të bëjmë më mirë për qytetarët vlonjat? Unë jam Alta Azizi Haluci, qytetare e Vlorës me punë ku gjithë jetën time ja kam përkushtuar arsimit. Përshëndetje të gjithëve, të nderuar demokratë të qarkut të Vlorës, të nderuar qytetarë të Vlorës, të cilët ndodheni sot në këtë sallë, ju përshëndes të gjithëve me mirënjohje për prezencën tuaj sot. Unë quhem Monika Hasani, është mbiemri im i vajzërisë. Jam një vajzë e lindur, e rritur në qytetin e Vlorës, me origjinë nga Çamëria. Personalisht, gjithë jetën kam lexuar, kam punuar për të arritur një sukses të caktuar në jetën time dhe në profesionin tim. Dhe prej afro 30 vitesh jap kontributin tim në arsim, së pari si mësuese në gjimnazet e Vlorës, më pas prej 10 vitesh në Ministrinë e Arsimit, e më tutje vitet e fundit jam pedagoge, profesore në Universitetin Ismail Qemali në Departamentin e Gjuhës Shqipe dhe të Letërsisë. Unë jam Matilda Qyrku dhe jam shumë e nderuar që jam sot këtu mes jush si përfaqësuese e rrethit të Sarandës.
jam në profesion avokate, por dashuria për politikën më ka lënë që ta lë më njanë atë si profesion dhe t'i dedikojmë pasionit tim që është politika. Të bësh politik si femër, si nënë, si vajzë në Shqipëri është pak e vështirë, por as pak e pamundur. Ashtu si në një familje që nëna është çatia dhe babai është ylla, edhe në politik pa ne, nënat, motrat, bijat nuk bëhet. Unë flas pak dhe nuk preferoj të flas shumë, por jam e bindur që në 11 maj shqiptarët do flasin më shumë se ne sot, sepse me vot do tregojnë që do zgjedhin aleancën për Shqipërinë madhështore. Unë jam Edmond Fetar, shumica juaj më njihni. Jam çam, jam vlonjat, jam mësues, jam prindi dy vajzave, jam demokrat dhe jam krenar se ashtu si ju, edhe unë, u kemi qëndruar besnik vlerave për të cilat Partia Demokratike u themelua, sidomos në këto kohë të vështira. Vjen koha ku njeriu bën zgjedhje midis pragmatizmit të momentit dhe midis besnikërisë ndaj idealeve. Dhe unë jam krenar që bashkë me ju i kemi qëndruar këtyre idealeve. Unë jam aty ku duhet. Nuk ka rëndësi, liste apo liste mbyllur, ne jemi një ekip. Jam aty ku duhet sepse jam në aleancë për Shqipërinë madhështore. Jam në Partinë Demokratike, me së cilës i kam kushtuar pothuajse gjithë jetën time të ndërgjegjshme. Dua t'ju falenderoj që më dhat besimin dhe vlerësimin për të kandiduar në zgjedhjet e 11 maj në këtë koalicion fitues. Njëkohësisht ju bëj thirrje të dashur miq dhe dashamirës që të besoni këtë koalicion jonë. Të vlerësoni gjithë këtë lloj koalicioni, të na mbështesni në datën 11 maj që të mbështesim 4 vjet në vazhdimsi. Ju falenderoj dhe mirë për gjithë. Unë quhem Romario Meminaj. Kam kryer studimet e larta në Universitetin Ismail Qemali Vlorë në degën drejtësi dhe aktualisht jam në profesionin avokat qysh prej 5 vitesh. Kam kënaqësinë e nderin që të prezantohem përpara ju sot si kandidat për deputet i Partisë Demokratike. Unë vi nga zona e Novoselës, nga një familje me bindje të djatha nga komunizmi deri më sot. Zona e Novoselës është një zonë me potenciale të mëdha në bujqësi dhe frutikulturë, por që partia në pushtet e ka lënë në arrest totale. Ridvan Mersini, nga Qeprati i Vlorës, rrjedh nga një familje e persekutuar, themi, po unë do ta marrë dhe më tej, familje patriotike, nacionaliste, që kemi kontribuar dhe kemi shkryer me gjatë këtë demokraci të kësaj dite sot me që me zije kemi pritur. Jam demokrat i viteve 39 kur Midat Frashë krijoi frontin e ballit kombëtar, frontin e qendresës në luftë kundër okupatorit dhe prej andej dhe në vazhdimsi të parët e mi që unë jam krenar për ta që kanë kontribuar për vendin, që kanë paguar me jetë dhe me gjak komplet periudhën e luftës, njëkohësisht dhe 45 vite të sistemit komunist kriminal. Unë quhem Skënder Munço, me origjinë nga Çamria, nga Fidati dhe nga Vola. Nibis Muharrem Rushid, patrioti që është quajtur Isa Buletini i Jugut, që e nisi në 13-ën luftën dhe përfundoi me Selam Musan në 20-ën. Jam prej 35 vitesh i angazhuar në politikë si antar i Partisë Demokratike Shqiptare, duke qenë drejtues seksioni, antar kryesie dhe kryetar grup seksioni. Kam përfaqësuar Partinë Demokratike në Bashkinë e Orikumit 2 mandate si kryetar i Këshillit Bashkiak dhe si këshilltar i Bashkisë së Orikumit 2 mandate. E kam pranuar propozimin e Partisë Demokratike Shqiptare për të përfaqësuar në listat e hapura të koalicionit Shqipëria Madhështore për të çuar përpara një betejë që ka të bëjë me dinjitetin e demokratëve, me qëllim që të mos bëjmë kurrë kompromis me padrejtësinë dhe të luftojmë për vendosjen e drejtësisë. Unë kam pranuar të hyj në këtë garë të luftuar për njerëzit që udhiqen nga ideale demokratike,
të cilët nuk pranojnë të shesin votën për një vend pune apo çdo lloj ofici tjetër. Vlora është qyteti i historisë dhe i sakrificës, por mbi të gjitha është qyteti i njerëzve që nuk dorëzohet kurrë. Sot jam këtu si një i ri, i lindur dhe i rritur në Vlorë, dhe tashmë ka ardhur koha që me besimin tuaj të kem zërin dhe të dëgjojmë në Parlamentin shqiptar. Jam rritur me historinë të përndjekurve, të familjarëve që luftuan për lirinë dhe demokracinë. Kjo qëndres më frymëzon dhe më shtyn të kërkoj besimin tuaj, demokratët dhe vlonjatët në përgjithësi, e din çmimin e vërtet të lirisë. Ne të rinjtë e sotëm kemi detyrën të mbrojmë atë me dinjitet dhe vendosmëri. Lista e kandidatëve të Partisë Demokratike Dega Vlorë përbëhet nga 4 emra, të cilët janë të klasifikuar në listën e mbyllur, si dhe 12 në listë hapur. Pjesë e kësaj liste janë emra të njohur për qytetin, intelektual, persona me integritet, përfaqësues të nderuar të biznesit, akademik, doktor shkencash, si dhe përfaqësues të shoqërisë civile në rang qarku. Mes emrave nuk mungojnë as të rinj, energjik, pjesë e forumit të kësaj partie.